Për sa i përket të rastit si mund të mbrohemi praktikisht nga sulmet kibernetike, do ishte domethënë kjo është pyetje 1 milionçe, sepse do ishte domethënë direkt për çmimin Nobel gjithë do isha me një përgjigje të shkurtër. Kjo është një strategji, nuk është vetëm një fjali për të mbrojtur, por unë do ta filloja me më të rëndësishmen. Sot ne bëm një ndërgjegjësim. Nëse ngulitët fort në kokë, kemi bërë hapin e parë të mbrojmë hapësirën kibernetike të asaj që na takon. Në qoftë se kjo kalon si një bisedë rradhe dhe harrohet, dhe ne se pastaj ne nuk marrim në konsiderat situata ku ne përballemi me rastet e emaileve që është dhe më e përhapura phishing, apo me përdorimin e pajisjeve USB në porta të hapura, apo të tjera raste, të cilat lidhen të gjitha këto me higjienën kibernetike, atëherë ne do ndeshemi ose shumë shpejt institucioni jon do jetë pjesë e prekur nga sulmet kibernetike. Mos harroni, aq të rëndësishëm jeni ju dhe çdo individ që përdor teknologjinë në një institucion, sa ju nuk mund ta imagjinoni sot që po më dëgjoni mua. Nga një pjesëtar i institucionit mund të ndodhë të bëhet shkak për të nisur një shkallëzim të një sulmi kibernetik. Këtë ne kemi ndeshur gjithmonë, një sulm apo një incident kibernetik ka ndodhur nga personi i cili ka qenë më pak i ndërgjegjësuar. Prandaj ndërgjegjësimi dhe higjiena kibernetike janë dy elementet e parë. Po thashë më tutje janë ato që unë ju thash në nivel strategjik, është investimi në kapacitete, rritja e profesionistëve, i numrit të ekspertëve në për institucionet tuaja, dhe nëse jeni individ dhe që kam përshtypjen i referoheni kryesisht telefonave, keni kujdes, çdo mesazh që ju vjen, çdo link që ju kërkon ta shtypni, apo çdo përmbajtje e cila ka kryesisht sensin e urgjencës, është tipike kjo. Pra ka sens urgjencë për të krijuar panik dhe për të vënë presion në mënyrë që të shtypësh apo të klikosh në fotografinë, në mesazhin që po ju vjen. Mund të jetë një fotografi e cila më pas mbrapa saj është një file mali, teknika quhet stegonografi. Keni kujdes për çdo mesazh që ju vjen, sepse në të kundërt bëheni viktim ku telefoni juaj kthehet në një transmetues live dhe të dhënat tuaja do të rrjedhin drejt personave të cilët më vonë mund t'ju shantazhojnë.